që nesër ke festën ti Erion. Nuk e festoj. Faleminderit që më uroni, më gëzon urimi juaj, por nuk e festoj se është festa e dhimbjes. Ashtu, a? Po, of course. Mirë mos na i bëjmë. Lëre se lash. Lëre. Okej. Kush është lajmi i vërtet? Unë i pari dhe i treti. Votoj. Po ti Erion? Që është e vërtet? Po. Unë Amo Erion shkrepe sot. Unë besoj asnjë nga këto. Shumë mirë. O shqyqyr. Mirë. E fitova vetë duket. Po e fitova vetë. Po ai të la sot të la vetë. Jo, nuk e lash, ma mu shpif. Ishte një lajm me luftën, me gjë po do e thotë Erioni te pjesa që do kemi interesante. Ama se fillon paneli luftës tani. Po, për panelin e luftës është. Është paneli luftës. Ka të bëjë ajo me rritje të libidos. Këtej bëhet luftë, po, është rritur kërkesa për eskorta në Dubai nga lufta. Dhe ishte titulli i një lajmi. Po ato se kur hyn avion. Epsh mes ato që ngelen tani nuk i përballojnë. Seks mes raketave, rritet kërkesa për eskorta në Dubai. Rritet kërkesa por rritet çmimi. Kërkesa u rrit se ikën ato. Ikën dhe ato pak që kanë ngelur nuk i përballojnë dot gjithë. E kupton? Po ku diet si do jenë. Duke falenderuar kështu në mënyrë ekskluzive Adelën tonë të dashur. Kalojmë në vend. E lënë në thënien e vet, sepse e mbyll Adela. Po, harrova. Po. Deri të premten e ardhshme, na ndiqni në YouTube, na klikoni, na pëlqeni, dërgoni para, dërgoni like dhe të thoja. Dhe mos besoni çdo gjë që lexoni lart të poshtë. Sidomos dhe për luftën shumë video dhe skena që qarkullojnë rrjetet sociale, lexova që janë të krijuara me AI. Kështu që mos i besoni çdo gjëja që lexoni. Shkojmë në vënçe dhe përcjellim me një duar trokitje kështu gjiganteske Adelën.